Po mos të ishin sprovat, njerëzit nuk do t'ja dinin vlerën rahatis. Po mos të ishte thatësira, njerëzit nuk do t'ja dinin vlerën shiut dhe ujit. Po mos të ishte errësira, njerëzit nuk do t'a çmonin dritën. Po mos të ishte frika, njerëzit nuk do t'ja dinin ëmbëlsinë, sigurisë dhe lirisë. Vëllezër besimtar, ju them se keni bindje të thellë në zemrat e juaja. Se më të vërtet, çdo gjë që Allahu e ka caktuar për robërit e tij do të ndodhë. Çdo sprovë që të ka ndodhur dhe të ndodhë në të ardhmen, dije se pas këtyre vështirësive, fatkeqësive dhe sprovave, Allahu fsheh urtësi, mirësi dhe dhurata të çmueshme për robërit e tij. Njeriu ndoshta ndonjëherë ngutë dhe thotë: "O Zot, ma sjell më njëherë." E don m'ju pranu doja më njëherë, por Allahu ja vanon duan derisa të vija kohë e përshtatshme, derisa të vija zamani i përshtatshëm. Për këtë, ki bindje në Allahun Azza wa Jall, se çdo gjë që është planifikuar nga ana e Allahut të lartësuar do të ndodhë. Ndoshta ndonjë humbje antarëve tanë të familjes, apo të dashurve tanë, është shkak që zemra jonë të rikthehet Allahut në pendim. Ndoshta atë pasuri të pak që Allahu neve na i ka dhënë, dhe nuk na ka dhënë Allahu pasuri shumë, është shkak që Allahu mu dhe ty më na rujt nga mendjemadhësia dhe kryelartësia. Është shkak ndoshta që Allahu neve më na rujt nga pasimi në haram, apo ndjekja dhe pasimi i epsheve. Ndoshta smundjen që Allahu ty ta ka zbrit. Dije se është shkak, ose më t'i fal mëkatet, ose më t'i fal gjunat, ose më ju kthy Allahu Azza wa Jall, ose Allahu do të ngrihet në grada të larta të xhenetit. O vëllezër, po mos të ishin sprovat, njerëzit nuk do t'ja dinin vlerën rahatis. Po mos të ishte thatësira, njerëzit nuk do t'ja dinin vlerën shiut dhe ujit. Po mos të ishte errësira, njerëzit nuk do t'a çmonin dritën. Po mos të ishte frika, njerëzit nuk do t'ja dinin ëmbëlsinë, sigurisë dhe lirisë. E vëllezër besimtar, ki bindje në Allahun Azza wa Jall, dhe dije se gjëja më madhore që ka mundësi të sjellë butësi në zemrën e besimtarit është bindje se Allahu i ka planifikuar çështjet për robërit e tij në mënyrën absolute, në mënyrën unike dhe në mënyrën më të mirë, sepse ne e shohim vetëm fillimin e rrugës, nuk e shohim mesin dhe fundin. Ndërsa Allahu e sheh fillimin, mesin dhe fundin. Për ta kuptuar këtë më së miri se si Allahu i planifikon çështjet për robërit e tij, e kemi vëllezër besimtar tregimin e Imam Ahmed ibn Hanbalit. Një ditë prej ditëve Imam Ahmed ibn Hanbali, ky dietar i madh, kolos i dijes i madh, ishte duke ecur në mesën e natës, ishte udhëtar. Dhe e nxen mesi i natës, hyn në xhami, i fal disa recate dhe fillon të pushon dhe ta kalon natën atë, s'kishte ku me shku, udhëtar. Por roja e xhamis e largon nga xhamia. Nuk e njefte që ishte Imam Ahmed ibn Hanbali, dietar i madh. Imam Ahmed ibn Hanbali largohet nga xhamia, por rrin deri tek pragu i xhamis. As aty roja e xhamis nuk e lën. Furtari i cili ishte përballë xhamis, po e sheh këtë person, nuk e njenin Imam Ahmed ibn Hanbali. I thot oti person, oti filan, eja kalue natën tek furra ime, pastaj bën çarën. Vëllezër besimtar, ky furtari e merr Imam Ahmed ibn Hanbali me kalu natën taj. Fillon Imam Ahmed ibn Hanbali me pushu, mirë po e nuhat dhe e ndjen një çështje jo të zakonshme, të manetshme nga furtari, nga bukpjeksi. Çdo herë kur e ka bën një kulaç brum, një kulaç buk, ka thënë astaghfirullah, tjetrin astaghfirullah, tjetrin kulaç brumit apo të bukës astaghfirullah, mahnitet Imam Ahmedi dhe thot për të madhin Zot, më trego a ki përfitu ndonjë benefit apo ndonjë mirësi prej të madhit Allah që je duke bërë këtë vepër. Thot pasha Zotin, çdo dua, çdo herë që e kam lutur Allahun, më dhon diçka, Allahu më ka dhënë dhe më ka pranu don, veç një dua s'më ka pranu Zoti. Thot Hajlikov, cila është ajo dua? Thot nuk më ka bën nasib Allahu deri me tani me taku Imam Ahmed ibn Hanbali, subhanallah. Vëllezër, shikoni se si Allahu i planifikon për robërit e tij çështjet, në veçantë për ata të cilët i don shumë. Thot o ti furtar, o ti person, Allahu ta pranoj edhe këtë dua, se unë jam Imam Ahmed ibn Hanbali, subhanallah. Për atë vëllezër besimtar, si lukat selësh, bën çfarë bësh, ki me ardh të saktimi i Allahut, ki me ardh të kaderi i Allahut, qof mirë apo keq, ne jemi të obliguar të besojmë kaderin e Allahut, e cila është një kush prej kushteve të imanit.
e vëllezër besimtar, nëse ne besojmë caktimin e Allahut, e besojmë kaderin e Allahut te bareke ve taala, zemrat tona do të qetësohen, zemrat tona do të gjejnë bindje tek i madhi Allah, e dashurinë tek Allahu, e dashurinë tek pejgamberi alayhi salam. Lutja Allahun te bareke ve taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që Allahu neve të na fal. Lutja Allahun që Allahu të na bëjë të kënaqur me saktimin e tij, qoftë mirë apo keq ya Rabbil alamin. Lutja Allahun e plot fuqishëm në këtë ditë të xhumas, dita e pranimit të duave. O Zoti jon, na mëshiro në Kur'anin tënd. O Zoti jon, na mëshiro me mëshirën tënde, me rahmetin tënd dhe jo me drejtsinë tënde ya Rabbil alamin.